Sot 2 prilli është dita edhe ndërkombëtare autizmit për ata që janë ndryshe dhe janë më të veçantë, por ndoshta edhe më të mirë dhe me zemër më të pastër se ne. Pikërisht për këtë kemi në link të drejt për drejt kolegen tonë Aida Ziberin me psikologen Sevgjane Çajani Ahmeti për të na folur për të prekurit me autizëm, për këtë ditë ndërkombëtare dhe normalisht çfarë është autizmi në përgjithësi. Aida. Po Gjanam, përshëndetje për ty në studio, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit që tani më janë me programin ton. Ashtu si që përmende edhe ti, sot shënojmë ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizëm, një ditë që vërtet duhet ta kujtojmë çdo ditë të vitit dhe jo vetëm me 2 prill, por gjithsesi ne sot jemi në ambientet e qendrës Imago Plus për të folur më shumë rreth kësaj dite dhe për ta kuptuar esencën dhe rëndësinë e kësaj dite me psikologën Sevgjane Çajani. Përshëndetje dhe faleminderit e dashur që na pranove në hapësirën tënde ku e kalon pothuajse tërë ditën. Përshëndetje Aida, faleminderit. Është shumë e rëndësishme të flasim çdo ditë për këtë ditë të veçantë për fëmijët me autizëm, të cilët janë pjesë e shoqërisë tonë dhe unë çdo herë kam një respekt teje të veçantë për ta, por jo vetëm unë, sigurisht që gjithë duhet ta kemi këtë respekt dhe këtë mbështetje t'ia japim vazhdimisht për gjatë gjithë vitit. Dua të di se çfarë shënon dita botërore e autizmit dhe pse është gjithmonë e rëndësishme të flasim për të. Pra Aida, çdo vit me datën 2 prill shënojmë ditën botërore të autizmit me qëllim të bëhet rritja e ndërgjegjësimit të autizmit. Kjo është shumë e rëndësishme sepse na ndihmon ta thyem paragjykimin dhe i pranojmë këta persona me autizëm në shoqërinë, si dhe inkurajon diagnostifikimin dhe trajtimin e hershëm. Çfarë në të vërtetë është autizmi dhe si mund të shpjegojmë në mënyrë të thjeshtë për publikun që ta kuptojë një herë mirë? Pra, autizmi është çrregullim neurozhvillimor i cili ndikon se si fëmia komunikon, ndërvepron dhe percepton botën. Mirëpo, këta fëmijë janë unik, për atë arsye flasim edhe për spektër, sepse jo çdo fëmijë është i njëjtë, pra edhe jo çdo autik është pra i njëjtë. Si e identifikoni ju për shembull autizmin dhe cilat janë ato shenjat e para që i vëren fillimisht prindi, pastaj edhe ju kuptohet si profesionist të kësaj pune? Shenjat e para që mundemi t'i vërejmë te fëmijët janë mungesa e kontaktit me sy, vonesë në të folurit, sjellje të përsëritura pra lëvizja e duarve ose e këmbëve, nuk inkurajojnë me të tjerat, nuk tregojnë me gishtë se çfarë duan. Mirëpo këtu themi që jo çdo fëmijë nëse i ka këto simptome mundet të ketë autizëm, po sepse prindërit kanë shumë rëndësi në këtë pjesë, shumë duhet të luajnë me fëmijët e tyre, duhet të buzëqeshin, duhet të bashkëpunojnë që t'i ndihmojnë fëmijës të zhvillohet sa më mirë në këtë pjesë. Qartë, në cilën moshë zakonisht ju mund t'i vreni, domethënë këto shenja dhe në cilën moshë zakonisht paraqiten tek fëmijët? Shenjat e para që mund të paraqiten janë 12 deri në 18 muajshe, por ato më të qarta bëhen prej 2 deri në 3 vjeç. Por prindërit janë të ndërgjegjshëm dhe i sillin me kohë te ju? Po tani vetë se ka filluar të bëhet edhe më e zgjerueshme kjo, domethënë prindët jenë më të kuptueshëm, ti pranojnë fëmijët, por siç e ceka më herët, ndërhyrja e hershme është më e mirë çelësi i përparimit, i suksesit të fëmijës, po. Ka raste kur për shembull i sillin me vonesë fëmijët dhe ju pastaj e keni më të vështirë derisa kohë më e gjatë shkon, domethënë në përparim? Po pra, siç e ceka, sa më herët të bëhet trajnimi, aq më shumë kemi rezultate më të mira. Pra, drejt për drejt trajnimi i hershëm, drejt për drejt ndikon në përparimin e zhvillimit të fëmijës, në komunikim, në aftësi sociale, në sjellje, pra sa më herët është më mirë. Po sfidat më të shpeshta, zonja Sevgjane, që përballen fëmijët autik? Sfidat më të shpeshta fëmijëve janë, si thash, vështirësinë të folurit, probleme me ndërveprim social, pra kanë problem të
shoqërohen shumë me fëmijë, po ndjeshmëri ndaj zhurmave, ndaj erës, ndaj prekjes, si dhe vështërsi në përshtatje me ndryshime. Pra këta fëmijët kanë botën e tyre, do me thënë rutinën ditore dhe nuk duan ta prishin nëse ka ndonjë ndryshim gjatë ditës. Nuk duan të dalen nga komfort zona, do me thënë. Po familjet e tyre, si e marrin, do me thënë, këtë problematik me familjet e tyre? Sa emocionuese është për këto dhe sa sfiduese? Kjo pjesë është pak më emocionuese, them drejtën, për shkak se familjet çdo ditë të hasen me vështirësi, do me thënë, ngarkesë emocionale dhe stres, pasiguri në të ardhmen për fëmijën, jo mbështetje sociale, do me thënë mungesa e mbështetjes sociale, paragjykimet nga të tjerët. Roli i shoqërisë në ndërgjegjësim dhe në paragjykime ndaj këtyre fëmijëve. Si e shihni ju si psikologe kësaj fushë? Shoqëria ka një rol kyç në, do me thënë, në uljen e stigmatizimit. Fatmirësisht shumë familje dhe shumë nëna tani vetë se janë të përgjegjshëm për fëmijët e tyre, po, për atë arsye dhe nuk haptazi e kërkojnë ndihmën prej neve, prej institucioneve shtetërore. A ka raste kur suksesi apo përparimet që i keni pas ju në qendrën tuaj, i komentoni shpesh edhe me kolegat këtu, edhe jeni të lumtura që shumë fëmijë tani më nga këtu kanë arritur që të jenë njësoj me të tjerët? Po, patjetër, tash më herët, me ndërhyrje të hershme dhe me mbështetje të vazhdueshme, si dhe me bashkëpunim me prindërit, kemi suksese të shumta te fëmijët, pra fëmijët komunikojnë, socializohen, janë të pavarur. Ka ndonjë rast kështu që ju ka lënë bresa dhe kujtoni çdo herë atë fëmijë? Patjetër që po. Mund të na shpalosni? Do me thënë, nuk kemi drejt të flasim personalisht për një fëmijë, po vetëm po që kemi shumë fëmijë që kemi që ka përparim, që na vinë, na vizitojnë, janë falimderues për neve dhe kështu komunikojnë me të për gjitha seancat që i kanë këtu. Po, zakonisht, sa është koha minimale dhe ajo maksimale që duhet të trajtohen fëmijët me autizëm? Shife, mbaret prej kohës se kur ka ardhur, do me thënë, mbaret prej moshës së fëmijës, mbaret prej zhvillimit të fëmijës, mbaret se si shkon thash ky trekëndësh mbështetja familjare, se sa na ndihmojnë institucionet të tjera që i përkasin, që japin barna ose do me thënë krejt mbaret prej fëmijës se si shkon. Është një lidhëse, definitivisht nuk mbaret vetëm nga ju. Jo, mbaret edhe prej fëmijës, prej familjes e kështu. Pa haruar ta përmendim, zonja Stepgjane, sonte në Teatrin Shqiptar Qendra Imago Plus organizon një aktivitet shumë të rëndësishëm ku për herë të parë do përballen fëmijët me prindërit dhe me juve si psikologet të Qendrës Imago Plus. Si do jetë, si do zhvillohet ky aktivitet kaq i rëndësishëm, ku për herë të parë do flitet hapur mes prindërve dhe publikut në këtë rast, me qenë se është pak stigmatizuese kjo pjesë tek ne, dhe me thënë e kanë pak më të vështirë të qasën drejt për drejt prindërit problemit të fëmijëve të tyre. Po, sot kemi organizuar për datën 2 prill në Teatrin Shqiptar, kemi organizuar nga Qendra Imago Plus me fëmijët tanë. Pra kemi, përderisa bëhet pritja e musafirëve, fëmijët do të zhvillojnë art terapi, pra do të ngjyrosin. Pastaj kemi të ftuar mjek, mësimdhënës, asistent që mirën çdo ditë me fëmijë me autizëm, të tregojnë për këta fëmijë, domethënë haptazi se si shkon domethënë procedura e këtyre, po sigurisht edhe do ta mbajmë fjalën edhe Zemriete Bela Veseli, kryetarja e shoqatës tonë. Pastaj disa fëmijë do të recitojnë vjesha që jemi munduar pak a shumë të... Që do të thotë këto ditë jeni përgatitur vazhdimisht për këtë natë, e cila do jetë gjithmonë, domethënë prezente në zemrat tuaja dhe në zemrat e gjithë atyre prindërve që do jenë sonte pjesë. Do ketë diskutim mes prindërve, panel diskutim? Jo. Por gjithsesi prindërit do jenë me fëmijët aty. Prindërit do jenë me fëmijët, po mirë, po vetëm do të jenë si musafir, fëmijët do të bëjnë art terapi si që e ceka, por sot do të kenë fjalën më shumë
si që thash mësimdhënës, doktor, që zemrjeta. Ato që duhet të paraqiten drejt për drejt e publiku dhe të japin mesazhin e duhur. Po mesazhi juaj për fund, cili do të ishte për gjithë shikuesit, për gjithë ata prindër që hasin me këto probleme me fëmijët e tyre dhe për gjithë ata prindër që tani më vetë se e kanë kaluar këtë situatë me fëmijët e tyre. Mesazhi im në fund do të jetë mos prisni. Nëse vëreni diçka ndryshe tek fëmia juaj, e jani dhe kërkoni ndihmë. Nuk është turp, është forcë. Ndërhyrja e heshme ndihmon jetën e fëmijës tuaj. Ne jemi këtu, t'ju ndihmojmë në çdo sfidë të jetës. E dashur shumë faleminderit edhe për këtë mesazh dhe për gjitha këto fjalë inkurajuese dhe për gjitha këto informacione dhe mbështetje që vazhdoni t'ia jepni gjithmonë fëmijëve me autizëm dhe ju jeni ajo forca mbështetëse edhe për gjithë ata prindër që gjejnë gjithmonë të mirën dhe suksesin e fëmijëve fal juve. Ishte shumë kënaqësi që t'ju kemi në program sot. Shumë faleminderit Aida, je mirëseardhur gjithmonë. Faleminderit. Të dashur miq, ishte kjo biseda e realizuar me psikologën Selxhane Cajane Ahmeti, e cila ishte e pranishme në këto minuta në programin ton dhe e falenderojmë publikisht që na dha të gjitha këto informacione dhe mendime e këshilla për ditën botërore të autizmit, e cila kjo ditë duhet të shënohet dhe të kujtohet në fakt çdo ditë dhe jo vetëm një ditë të vitit në 2 prill studio. Po, Aida, një falemderim i veçantë sinqerisht shkon për të gjithë punonjësit apo profesionistët, si që pëtëcove edhe ti për punën e palodhshme që ata e bëjnë për të prekurit nga autizmi dhe padyshim që edhe ne themi se duhet të vetëdijsojmë që të gjithë që këtë dita mendojmë çdo ditë e jo vetëm sot.